Mirëmëngjesit gjithë dhe miq të programit ton Mirëmëngjes Shqipëri në Radio Televizionin Shqiptar. Mirë se vini edhe sot. Ja ku jam dhe unë dhe Sonja gati për t'ju pritur për të nisur një tjetër ditë bashkë. Me energji si gjithmonë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Kristi, mirë se erdhët të dashur miq të programit të mëngjesit këtu në Radio Televizionin Shqiptar për të nisur një ditë të re, e cila pavarësisht se është një ditë tipike janari me temperatura shumë të ulta, programin nuk e ndal dot për arsye se ekipi është bërë gati për të nisur transmetimin nga ky moment deri në orën 10:05 me rreth 3 orë 30 minuta program televiziv i cili siguron informacion nëpërmjet rubrikave të ftuarve për t'ju informuar më shumë në ngjarjet nga vendi, rajoni dhe bota. Apo jo Kristi, çfarë do të kemi sot? Ditë janari, po ta vësh re, ka filluar të marr dal nga dal dita, pas dite. Mendoj se shumë, ora 5:30 pas dite ka filluar ai muzgu i bukur i një horizonti dimëror, ku shkrihet ngjyra gri, ngjyra bojqell e kaltër, e kuqe pak e vakët e perëndimit. Shumë bukur, pas ditët e janarit. Nga pranvera. Priturat pranverën që gjithçka ringjall. Çfarë do diskutojmë sot? Do të kemi sot gjëra interesante zonja dhe zotërin, do të ndalemi sot fillimisht, do të kemi tema interesante në pjesën e parë programit, duke filluar që nga censi i shpendëve të ujit. Do të jetë një temë shumë interesante, do të kemi një djalë i cili është bërë tashmë i famshëm prej ditës së dieshme, një kampion, një fitues të Olimpiadës së matematikës. Po sigurisht, në fokus, para së gjithave, do të kemi edhe kapriçot e modit, i kemi quajtur kështu, ditët e ndryshme, temperaturat një herë të ulta, dhe në fakt janë bërë tipike të vendit ton, ku nga temperatura në minus ne shkojmë në disa gradë më shumë, 7, 8 apo 9. Duhet të themi që ky dimër ka qenë një dimër tipik, të paktën në Tirana ka patur temperatura të ulta, po, shumë mirë, më shumë besoj do të ishte pak e tepruar. Megjithatë, përveç këtyre rubrikave sigurisht do të flasim pak për përditshmërinë sociale dhe aktualitetin që rrethon në godinat dhe mënyrën tonë të jetesës, duke folur pak për ashensorët në godinat e larta dhe shumë katëshe që shpesh bëhen problem, duke diskutuar për sigurinë dhe standardet që duhet të plotësojnë. Do të flasim për ekspozita për pikturë dhe kulturë, për sportin, për turizmin malor. Kështu që besoj, Kristi? Absolutisht. Mund të nisim? Kulturë, patjetër, do ta mbyllim me kulturë, me një instrumentist i cili ndan jetën e tij midis Greqisë edhe Shqipërisë, siç e kemi zakon programin ton. Kështu që pa humbur kohë ne nisim ditën mbar, ndoshta jo gjithmonë me lajmet më të mira, por me buletinin e informacioneve më të fundit. Sigurisht, dhe në 24 orët e fundit të lajmi i parë që tërhoqi vëmendjen e gjithë bota e modës dhe industrisë së modës i kushtoi dje homazh pikërisht Valentinos në ditën e ndarjes së tij nga jeta toksore. Këto ishin titujt kryesorë të buletinit të shkurtër informativ, koha për gazetat në këto momente me Kristin. Shohim bashkë titujt kryesorë që vijnë nga shtypi i shkruar për këtë mëngjes të kësaj të martës 20 janarit. Zonja dhe zotërin, do të nisim pa humbur kohë me panoramën. Ja se si është faqja e parë sot e panoramës. Në qendër të vëmendjes atje, titulli kryesor ku lidhet me hipotekimin, procedurat thuhet këtu. Lutor për këtë të martë, ndërsa tani është momentit shohim kalendarin e vendeve kulturore. Disa shfaqje të bukura ju vinë me datën dhe vendodhjen në ekranin tuaj. Dhe flasim tani për trillet e motit në lidhje të para të drejtë për drejta. Kam kënaqësinë të kem në një lidhje në platformat tona të komunikimit të zonjën Lajda Porja. Mirëmëngjes, Lajda, mirë se erdhe në program. Mirëmëngjes, mirë se u gjej. Mirë se na erdhe dhe ne jemi gjithmonë me sy të drejtë motit.
Unë dhe Kristi njerë që zgjohemi që në pikë të mëngjesit, gjëja e parë që shohim është si është moti, temperaturat e ulta, koha e keqe, se duhet llogarisim edhe veshjet për të gjithë ditën. Si parashikohet jetë moti, Lajda, në ditët në vazhdim? Eci më të ndëruar të rishikues me programin, do të flasim tani për një moment të rëndësishëm për botën shtazore, ndërkombëtare, në fakt sepse ka nisur regjistrimi i shpendëve në të gjithë botën. Është një ngjarje me rëndësi për të gjithë biologët dhe shkencëtarët që merren me studimet e natyrës. Vjen Kristi me të ftuarin e radhës, Eci më tej. Shumë interesante tema në vijim, flasim për censusin e shpendëve ujor, të cilët na bëjnë të kuptojmë më mirë biodiversitetin ku jetojmë. Në fakt, shpendët janë treguesi më i mirë i asaj se si po ndryshon klima, se sa të ndodhur e kemi mjedisin, apo se si ne vetë me duart tona e shkatrojmë ekosistemin, sepse janë qenjet më të ndjeshme ndaj këtyre fenomeneve. Prandaj, me Xhemal Xherin, i cili është ekspert mjedisi, ne do të shohim bashkë censusin që është bërë për gjatë datave 17 dhe 18 janar. Xhemal, mirëmëngjes, mirë se vjen në programin tonë, të përshëndes. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Para se të nisë edhe me pyetje teknike, fillimisht të kuptojmë pak edhe për ata që na ndjekin. Pse është i rëndësishëm censusi dhe pse duhet të bërë kjo përllogaritje e shpendëve të cilët ekzistojnë, atyre të cilët mund të jenë rralluar apo atyre që mund të na jenë zhdukur fare. Ditë mbar, Xhemal. Mirë. Do të ecim me programin, pas pak, me një temë tjetër, flasim pak për gjeniun e matematikës i cili ka fituar edhe Olimpiadën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sonja do të vijë me një intervistë në të. Për të gjithë ata që nuk e dinë, në fakt, romancieri i famshëm amerikan Jonathan Franzen, më shumë se një dekadë më parë vinte në Shqipëri, në lagunën e Karabastas për të vëzhguar si gazetari National Geographic pikërisht botën e shpendëve ujor të Shqipërisë, të cilët janë të rrallë, siç patëm mundësi ta ndiqnit pikërisht në rubrikën pak më herët, por gjithashtu censusi vullnetar është mjaft interesant, sepse është bërë temë edhe një nga filmat e famshëm të Hollywoodit, siç titullohet filmi Gara e Madhe me Steve Martin dhe Jack Black. Tani do të flasim për një histori njerëzore në programin tonë, për një histori të jashtëzakonshme të një djali, një nxënës i shkollës 7 Marsit në Cirik, Lorisë Qose, i cili udhtoi drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe fitoi 2 çmime. 2 çmime në Olimpiadën Neo Science, çmimin e parë në matematikë si më i miri i të gjithëve dhe çmimin e tretë në kimi. Unë do të kem kënaqësinë të kem në lidhje të drejtë për drejtë në këtë moment mësuesen, mentoren e tij, e cila i ka qëndruar pranë në këto momente të rëndësishme të karrierës së tij të re, më duhet të them, njerëzore, fëminore gjithashtu, por edhe si matematicien i ardhshëm, zonjën Flutura Hoxholli, mësuese në shkollën 9-vjeçare 7 Marsit të Cirikut, cilës ju uroj mirëseardhje në programin Mirëmëngjes Shqipëri. Ne do të ecim drejt minutave të përcaktuara në programin në Mirëmëngjes Shqipëri në këto momente, sepse është çasti që të vijë Jorgo për të na treguar pak parashikimin e yjeve për ditën e sotme. Mirëmëngjes Shqipëri, ku jemi këtu për sa përket ditës së sotme, një ditë me aspekte të veçanta planetare. Unë ju rikujtoj edhe një herë për nesër do jemi përsëri me parashikimet në vazhdim. Ka unë një Rupulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Jemi kthyer në studio të nderuar televizionistë me njëherë pas përfundimit të edicionit të lajmeve të orës 8 të mëngjesit në Radio Televizionin Shqiptar. Për të gjithë ata që erdhën tani në këto momente në platformën tonë të transmetimeve, ju uroj mirëseardhjen në programin Mirëmëngjes Shqipëri dhe një ditë të mbar gjithashtu. Gjatë mbrëmjes së kaluar, një pjesë e madhe e kryeqytetit shqiptar pësoi një avari në sistemin e saj të furnizimit me energji elektrike, duke lënë një pjesë të banorëve për disa orë me energji elektrike dhe një ndërprerje totale të një blackouti. Për këtë arsye, operatori i sistemit të transmetimit njoftoi gjatë mbrëmjes së kaluar se rreth orës 20:30 të mbrëmjes ishte stakuar linja 110 kV Tirana 1 uzina traktori e operatorit të sistemit të transmetimit dhe brigadat e OST-s në gatishmëri të plot kanë identifikuar menjëherë bëri të ditur operatori i sistemit të transmetimit shtyllën 48 fraksion 4 ku ishte shkaktuar defekti i një harku të hapur. Gjithashtu bëhet e ditur se po gjatë mbrëmjes së kaluar, pikërisht për shkak të këtij blackouti masiv në një pjesë të madhe të Tiranës, nën stacionet traktora dhe konsumatorët e rëndësishëm të kryeqytetit janë furnizuar me energji elektrike me ngarkesë të kufizuar në bashkëpunim me OSHE-n përmes linjës 110 kV Elbasan Ib Farg.
Institucionet me rëndësi të veçantë janë furnizuar me energji elektrike brenda pak minutash, njoftoi operatori i sistemit të transmetimit, ndërsa në disa zona të tjera të Tiranës furnizimi është rikthyer për pak më shumë se 30 minuta. Po kështu dhe qendra spitalore universitare Nën Tereza ka informuar se godina A2 e saj në qendrën spitalore universitare ka patur ndërprerje të përkohshme të furnizimit me energji elektrike, por QSUT ka siguruar qytetarët se situata është menaxhuar me përgjegjësi dhe nuk ka patur asnjë problem me aparaturat mjekësore jetike, të cilat kanë vijuar funksionimin e tyre normal, duke garantuar vijshmërinë e trajtimit dhe duke mos u cënuar në asnjë moment jeta e pacientëve. Do t'i kthejmë tani aktualitetit të mbrëmjes së kaluar nga pikpamja politike dhe çfarë presim në ditët në vazhdim, dhe kam në lidhje të drejtë për drejtë politologun Ermal Hasimi, i cili turoj mirëseardhje në programin Mirëmëngjes Shqipëri. Mirëmëngjes, mirë se na erdhe. Mirëmëngjes. Dhe një vit të mbarë dhe mirë se na u riktheve në program pas lidhjes që kemi patur gjatë vitit të 2025. Opozita zbriti dje në protest, në 2 protesta të ndara, duhet them, Partia Demokratike, e cila prej disa javësh çdo të hënë është në protestat përballë selisë së Këshillit të Ministrave, dhe Lëvizja Bashkë e Erlind Qorrit tek zyrat e parlamentit, tek salla e seancave plenare. Dua një vështrim të përgjithshëm, Ermal, çfarë po ndodh me opozitën, e cila është e fragmentarizuar, ndërsa është njoftuar një protestë datës 24 janar këtë të shtunë nga Partia Demokratike. Faleminderit juve. Ecim më tej të nderuar teleshikues, duke lënë me një anë aktualitetin politik dhe të zhvillimeve të tjera që i përkasin 24 orëve të fundit, do të flasim tani një rubrikë tjetër me cilën do të vi Kristi me të ftuarin e tij për një sistem të kontrollit detyrueshëm për ashensorët në godinat shumëkatëshe. Siç mund ta kuptoni, tema e radhës është një temë teknike, por që ka të bëjë në fakt me atë që na lidh me përditshmërinë tonë. Siguria në ashensorët e banesave ku jetojmë, po edhe në vende të ndryshme ku ne lëvizim. Dhe do të na ndihmojë sot Hari Bedo, i cili është përfaqësuesi një kompanie administrimi. Mirëmëngjes Hari, mirë se vjen. Për të kuptuar pak sigurinë e ashensorëve në të cilat gjenden pallatet, ndërtimet, banesat shqiptare në vitin 2026. Ke vënë re diçka? Ke evidentuar ndonjë mungesë sigurie, dhe kur flasim për ashensorë gjithmonë mendja dhe meraku më i madh është në apartamentet e vjetra, në pallatet ekzistuese, besoj. E kuptoj. Falenderoj Ari që ishe në programin tonë për disa këshilla teknike të rëndësishme. Shumë kush nga ata që na dëgjojnë mund të jetë duke u përballur me këto vështirësi, ndoshta nuk i përgjigjet askush në këtë shqetësimin real që ka dikush e ka fobi, është e vërtetë. Turoj një ditë të mbar. Dhe faleminderit edhe një herë për prezencën. Do të ecim me programin zonja dhe zotrin, do të kalim në një hapësirë tjetër e cila flet për shëndetësinë, do të flasim për rëndësinë e lëkurës dhe kujdesin e shtuar që duhet kemi për gjatë muajve të dimrit. Gjatë këtyre ditëve të ftohta të dimrit, shumë prej nesh mund vërejnë njëri tjetrin me një lëkurë ndoshta pak më të acaruar, me buzë të çara, me skuqje, me kruarje, me fenomene të ndryshme, të cilat për dikë janë thjesht bezdi sezonale, ndërkohë që për shumë të tjerë janë një alarm serioz për shëndetin tonë dhe për lëkurën, e cila jep këto sinjale, këto paralajmërime të cilat nuk duhen nënvlerësuar. Kam në fakt në komunikim të drejtë për drejtë Selman Lirzën, i cili është dermatolog, me të cilin do të marrim disa këshilla shumë të vyera për lëkurën dhe sidomos kujdesin e shtuar që duhet kemi në këto ditë të ftohta dhe të thata dimri. Selmani na dëgjon në komunikim të drejtë për drejtë, dua ta përshëndes, t'i uroj mirëseardhje në programin tonë Mirëmëngjes Shqipëri. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Atëherë, Selman, cili është kujdesi që duhet kemi? Kujdesi duhet jetë për gjatë gjithë vitit, po tani në dimër, duhet jemi pak më shumë të kujdesshëm ndaj lëkurës si organi më i madh vital i jetës tonë, sepse her pas here i neglizhojmë këto shenjat që na shfaqen fillimisht në duar nga tharja, nga le të themi acarimi i lëkurës, por që më pas kthehen në le të themi rrezik serioz. Kemi këtu aknet apo kemi dermatitin, herpesin, irritime nga më të ndryshme, të cilat po i lan pas dore, pastaj bëhet keq situata. Ecim me programin Zonja dhe Zotrin, do të ndalemi tek një hapësirë kulturore në fakt. Ndiqni pas pak me Sonjën, një ekspozit krejt veçantë, ku vizitorin e bën jo vetëm spektator, por edhe një person i cili mund të ketë interaktivitet me gjithçka çfarë i shfaqet atje në muret e ekspozitës. Pas pak.
Jemi kthyer në studio të nderuar teleshikues për një udhëtim në një univers të veçantë. Kam në studio dy artistë të cilët kanë ndërtuar një ekspozitë shumë interesante. Duhet të them të një universit të jashtëzakonshëm të figurave të krishtërimit të Shqipërisë, nëpërmjet një numri që simbolizon numrin 36 të shkronjave të alfabetit shqiptar. Kam Albanin dhe Bledin që janë bashkuar studios tonë të programit Mirëmëngjes Shqipëri dhe ekspozita është hapur në Galerinë e Artit Kontemporan në Piramidën e Tiranës, do të qëndrojë hapur deri në datën 31 janar, kështu që nxitoni, keni çfarë të shikoni pas ditëve të Tiranës, pas ditëve të ftohta të Tiranës, sidomos tani që afrohet dhe fundjava. Bledi, ikonat, frymëzimi nga figurat e krishtërimit dhe bashkimi me shkronja 36 shkronjat e alfabetit. Pse kjo zgjedhje? Sigurisht, po ta gjesh ti me qenë se i ke hyrë kësaj rruge të pasyrimit të artit bizantin. Do të ecim më tej të nderuar teleshikues me programin Mirëmëngjes Shqipëri, ndërsa unë falenderoj dy artistët që i kisha sot në studio. Mos harroni deri në datën 30 janar është ekspozita 36 e vendosur në Piramidën e Tiranës në Galerinë e Artit Kontemporan me Bledi Gramon dhe Alban Kardashin. Ecim më tej. Raiti me trompetën e tij, tinguit e të cilës janë dëgjuar edhe në Shqipëri dhe në Greqi, është këtu me mua në studio sot dhe do të ndaj historinë e tij si një instrumentist me shumë përvojë. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Shumë kënaqësi që ju kemi sot në studio. Gjithashtu dhe unë kam kënaqësi që më thirr këtu në studio. Tani unë kam dëshirë të ma tregosh pak historinë nga fillimi. Dua të di që në momentin e parë që e more këtë vegël të instrument në duar dhe çfarë të shtyu për të vazhduar një karrierë të mbritur deri sot. Faleminderit. Do të ecim zonja dhe zotëri me programin, kështu hareshëm do ta mbyllim, në fakt do të flasim për turizmin, do të flasim për turizmin dimëror. Disa eksperienca të bukura që vetëm udhëthyesi turistik mund të na ndajnë me ne. Pas pak, mos u largoni nga televizionit shqiptar. Dimri është i bukur, shpeshherë është i vështirë, është i ashpër, por për shumë kënd është stina më e bukur e vitit. Është e preferuara sepse për shkak të dëborës, për shembull, për shkak të pamjeve që marrin relieve të ndryshme, për shkak të aktiviteteve të cilat mund bëhen gjatë stinës dimrit, sporteve të ndryshme, eksperiencave ndoshta dhe ekstreme. Për shumë kënd është i bukur edhe për shkak vetëm të asaj gotës verës përpara një oxhaku apo sobës me dru. Megjithatë, ne do të ndalemi sot tek aktivitetet turistike malore, dhe sidomos gjitha këto eksperiencat që vijnë nga udhëfyesi turistik, eksperiencat të ndryshme në lidhur me hiking, me alpinizëm, me ngjitje malesh, dhe kam në studio Neritani Ibin, i cili është një udhëfyes turistik me shumë përvojë, do të ndaj me ne disa nga eksperiencat e tij, por edhe këshilla se si të kujdesemi nga fillimi deri në fund, nga A-ja deri tek Z-ja për të pasur të gjitha me vete që eksperienca të jetë sa më e bukur dhe me sa më pak ngjarje të pakëndshme. Mirë se vjen, Nerita. Faleminderit. Faleminderit që na e bashkuar sot. Kënaqësi. Ka ardhur bashkë me çantën tënde, Po. me mjetet logjistike, të cilat besoj të shoqërojnë për gjatë çdo udhëtimi, po përpara se të shkoja ditë çanta. I ndan njerëzit, i kategorizon në persona që duan detin dhe persona që duan malin, apo? Për shembull, le të themi në zonën e Llogaras, mund të duke shijuar zonën poshtë Dërmiu në gjithë breakdating dhe mund të dalësh në Qorra ose në Çik duke bërë ngjitje malore, duke shijuar të dyja edhe malin edhe para shumë vitesh kam bërë Valbonën dhe kam mbetur shumë i kënaqur. E lehtë deri diku, jo dhe aq, kemi qenë grup të rinj, megjithatë bëj, sidomos kalimi nga Valbona në Thet. Nga Valbona në Thet, mos gaboj, është pak më e lehtë për shkak të terrenit. Po, ka më pak ngjitje nga krau, po përsëri do e kesh zbritje kraun tjetër. Shon Eritan titrat atje, kam dhe shumë pyetje në fakt sepse nuk mbarojnë ndonjëherë kur vjen puna për turizmin, megjithatë jemi në fund që ta përsëris edhe një herë për gjithë ata që i kanë fundjavat në vijim bosh ose që të radhës, cili do ishte sugjerimi në Eritanit? Atëherë i ftoj të na bashkohen tek grupi jon My Albania Nature Explorers. Ne ofrojmë guida çdo fundjavë, guida të ndryshme malore që janë për një grup më të përgatitur, por edhe destinacione që janë për masën si Dardha, Voskopoja, Korça, Mali me Gropa që është në Tiranë, që kanë mundësi për ta kapur një masë më e madhe.
Falenderoj shumë për pranin ju, tënde, për gjitha këshillat, çantën që na solle dhe turoj ekspedita të mbara dhe të këndshme. Mirë, të ftoj të qëndrosh siç je, ndërsa me Sonjën do të mbyllim programin, nuk e di. Të erdhi dëshira për ndonjë mal? Jo, unë kam qenë për mal. Kam patur përvoja shumë të bukura. Jo, për fundjavën që është përpara. Jo, fundjavën përpara do të jemi angazhuar me disa ngjarje të rëndësishme në departamentin e lajmeve, siç janë disa ngjarje të aktualitetit. Megjithatë ka mundësira plot, për të bërë fundjavat, sidomos këtu në Shqipëri. Po dhe ecja malore pranë malit të Dajtit është shumë e bukur, ka një shpat interesant në malin e Dajtit. Që mund të bëhet në këmbë dhe është i bukur. Kështu që dhe në këto ditët e ftohta të janarit mbase me pak kujdes dhe me alpinist profesionist, sigurisht që është e këndshme. Kemi ardhur në fund të dashur miq të programit Mirëmëngjes Shqipëri. Jemi marrë sot nga jugu me censusin e shpendve në lagunat tona të ultësirës perëndimore deri në këto çaste me Kristin me turizmin malor dhe me shumë tema dhe të ftuar të tjerë, të cilët besoj ju kanë bërë gati të merrni informacionin e dobishëm ndërsa bëheni gati të lini dhe shtëpitë tuaja. Ne do të vijojmë si çdo ditë, kështu që takimin e radhës ju lëm nesër në orën 6:30, ndërkohë shihoni programacionin e radio televizionit shqiptar, ja tek ne vjen pas pak. Qëndroni me ne, shikojmë nesër.